praneshëm, mirë se keni ardhur në këtë ditë të veçantë, në ditën e fundit të punës së arsimtarit tonë të dashur, Xhelal Ademi. Ju falenderojmë nga zemra që keni gjetur kohë për të qenë pjesë e këtij momenti dhe për të nderuar atë për kontributin e tij të çmuar ndër vite. Tani ju lutem për pak durim. Kemi përgatitur një video të shkurtër kushtuar arsimtarit Xhelal. Videon do ta shikojmë me projektor të klasa këtu afër nesh. Pastaj do të vazhdojmë përsëri këtu jashtë me programin Urdhëroni. Ta lexojmë një referat kushtuar arsimtarit Xhelal. I dashur arsimtar, sot zemrat tona janë plot emocion, sepse po përcjellet një njerëz që nuk ishte thjesht mësues, por një pjesë e jetës sot. Për 14 vite, ju nuk na mësuat vetëm matematikën, ju na mësuat si të jemi njerëz të mirë, si të mos dorëzohemi, si të besojmë në veten tonë. Çdo formulë që na shpjegonit kishte brenda durimin dhe përkushtimin tuaj. Por ju nuk mbetet vetëm në klasë. Në fushën e futbollit, ju ishit trajneri ynë, motivuesi ynë, ai që na bashkonte. Sa herë që organizonit ndeshje, nuk po luanim vetëm futboll, po mësonim për ekipin, respektin dhe fituren me ndershmëri. Ju na mësuat si të fitojmë, por edhe si të humbasim me dinjitet. Sot, këto duar përpjekje nuk janë vetëm për një mësues, janë për një njerëz që la gjurmë në çdo nxënës, në çdo klasë dhe në çdo cep të këtij fshati. Ne nuk po ju themi lart të mirë, sepse ju do të jetoni gjithmonë në kujtimet tona, në mësimet tona dhe në rrugën që secili prej nesh ka ndjekur fal jush. Faleminderit për gjithçka që na dha. Faleminderit për çdo ditë, për çdo fjalë, për çdo sakrificë. Ju nuk do të harrojeni kur, me respekt, dashuri dhe mirënjohje të pafund dhe si tuaj kolegët dhe gjithë fshati. Tash mund të shpelë shumë. Arsimtari Xhelal për neve ishte më shumë se një mësues i matematikës. Ai ishte një edukator, këshillues dhe shembull i disiplinës dhe përkushtimit të punë. Nxënësit përveç dijes nga ai mësuan për respektin, rendin dhe dashurinë për sportin, dhe sidomos për futbollin. E falenderoj nga zemra për gjithçka që ka dhënë për ne dhe ju uroj shëndet dhe plot vite të lumtura në pension. Përshëndetje i nderuar dhe shumë i respektuar arsimtari i matematikës Xhelal Ademi, njerëzit dhe kujdestari i klasës për 4 vite. Të falenderoj përzemërsisht për përkushtimin, angazhimin dhe kontributin e jashtëzakonshëm që e keni dhënë për shumë e shumë vite me radhë. Gjatë periudhës në pension nuk na ngelet tjetër që të themi përveç se të dëshirojmë të gjitha që të keni shëndet dhe lumturi në jetë. Respekte nga ish nxënësi juaj Idris Beqiri. Përshëndetje dhe të ngjatjeta mësuesi Xhelal. Të them të drejtën, është e vështirë të gjejnë fjalë të duhura për të shprehur mirënjohjen që ndjej sot për ty, por thjesht me ndjenja të veçanta respekti dhe mirënjohje të thellë dëshiroj që edhe unë sot nga lart të uroj për pensionimin tënd. Sot ti po e përmbyll një kapitull të rëndësishëm të jetës tënde,
dhe unë dua nga zemra të shpreh falendrim të sinqert për ti i dashur Mësuesi Xhelal, që në fakt nuk ke qenë vetëm një mësues i matematikës, por një figurë e rëndësishme e familjes tonë. Një mësues që me angazhim, durim dhe urtësi ke lënë gjurmë të pashlyeshme për breza të shumta. Edhe pse ke punuar shumë vite në fshatin tonë, unë mendoj se kontributi yt nuk matet me vitet e punës, por me gjurmët dhe kujtimet e bukura që ke lënë secili prej nesh dhe ke arritur që me përkushtimin tënd të sinqert të fitosh zemrat dhe respektin e shumë nxënësve të fshatit tonë. Urime nga zemra pensionin Mësuesi Xhelal, një pension i merituar me plot kuptimin e fjalës, të cilin e arrite me përmbushjen e misionit tënd si një mësues i denjtë me plot dinjitet. Të uroj nga zemra shëndet, urtësi, lumturi dhe shumë bekime nga Zoti i Madhreshëm, me respekt të veçantë ish nxënësi Irfani Hoxha nga Zvicra. Nderuar dhe i respektuar arsimtari Xhelal dhe njëkohësisht edhe kujdestari im për 4 vite. Faleminderit për çdo formulë që na mësove dhe çdo rrugë që na ndriçove. Ju na mësuat që çdo problem ka zgjidhje, me durim për kushtim dhe dije, la gjurmë me çdo nxënës të fshatit Ramanli. Sot nuk po të themi lam të mirë, por mirënjohje të përjetshme, urime pensionimi, shëndet dhe lumturi në jetë, respekt nga ish nxënësi juaj Riyad Saiti. I dashur arsimtar, për mua ju keni qenë më shumë se një mësues, një udhërrëfyes dhe shembull që do ta ndjek gjatë gjithë jetës. Disiplina e hekur që keni pasur na ka forcuar dhe na ka bërë më të fortë. Sot, si arsimtar edhe vet, mundohem që tek nxënësit të përcjell ato vlera që mora nga ju. Faleminderit për gjithçka. Ju uroj shëndet dhe shumë vite të lumtura në pension. Përshëndetje gjithëve, përshëndetje arsimtar. Faleminderit shumë edhe nga ana ime për këtë mundi, për këtë sakrificën që ju bëhet këto vite. Me vërtet krenar dhe kënaqësi ka qenë jonë që jemi pjesë atyre bankave të marrim dituri si nga ju për dhe nga këtë arsimtarë të tjerë. Unë ju uroj një pension sa më të mirë, sa më të rehatshëm, me shumë shëndet. Të kalojmë kohë më tepër me familjarë, me dashamirë të ju, me lipa e mbesa. Ju uroj gjitha të mirat me shumë respekt me djeni. Përshëndetje arsimtar, shpresoj të jeni mirë. Shumë shkurt, faleminderit shumë për punën, mundin dhe sakrificën tuaj të palashme që nga fillimi e deri më sot. Gjëra pas gjërate ishit një ndër mësimdhënësit më të dashur për fshatin tonë. Sot ju po e mbyllni ditarin, por ne mbetemi dëshmia e gjallë e punës suaj të palashme. Sot po e mbyllni një ekuacion shumë vjeçar me rezultatin më të mirë. Respektin tonë të pafund. Arsimtar, edhe njëherë, urime pensionimi, shijojeni se e meritoni maksimalisht. Përcjellni arsimtarin shpejt. Urime, papuçi, precizimi, kultura. Xhelal Ademi për disa fjalë përshëndetje. Faleminderit. Ne pas të qeni mamër se paraditët. Me të vërtet, kjo ditë e sotit nuk ka sikur ditët e tjera. Gjyqysh, po nakë, po vjen zerë, kam temperaturë, po drillna. Nështë janë ato momente që duhet me i posë si të një arsimtar. Gjitha që to, shka i pomë, nuk i kam bo vetë, kam posë kolektivin, kam posë drejturin, po i kam posë ma i spari juve. Pa juve në zanë si për të s'kemi mujtë. Hiqë. Ju jeni ata shkam keni shtyj me i klasë. Ju jeni ata shkam keni shtyj me arë për ditë shkollë. 14 vjetë, një ditë pushim një kësor se kam. 30 ditë një dhanë pushim para pensionit kam marrë për juve.
Ramazani me 2-3 orë mujnë ka marrë bomë. Prandaj, ju jeni ato, jone. Ju jeni ato shampini shtyne me mi bo keqë ato. Pastaj, mirë, i dëgjova ato, nuk kemi mësuar edhe të formule dhe numra. Kam qenë një arsimtar, një prind që gjithmonë ju kam thënë që mujtni me bo, mujtni me arrit krejt çka doni me arrit. Vetëm duhet vullnet edhe guxim edhe punë. Sepse nxënësi, punëtori, shkencëtori më i madh është ai që bjen edhe apet qoftë. Domethënë duhet të thonë gjithmonë i aftë edhe me dashur çfarë çka e ka planifikuar me bon. Dashur prind besoj që i kam nejt besim të fshat. 40 vjetë jam qëtu 40 vjetë. Sot s'ka që në pratë matematikës, jo para 40 vjetë. Po s'kam shumë ku ma do. Sepse kër i kisha 22-3 vjetë qëtu, një vjetës i nderu me Algjit, i lakoj kudrën dhe kemë përqatë. Do me thonë, i kam dojnë besimtar fshatit, i kam dojnë besimtar. Prandaj, maj smirë këtë, ma e madha është ajo që po shkojmë ma merë me një mund me një fëtyrë të pastër edhe me një ullë të qelër, edhe që së mbynë asë një parë ma shumë më dujnon se që të shkojmë dhe gjohë e shkojmë pastash. Falundroj në zansin tim, kolegën Batin e Ndirimin, që si ka artu e ka ndryshu e krejt shkollën, për shëndes drejtorin që sa vite jemi këtu, njëherë një mos marrëveshje s'kemi pasë. Mos të folje për kolektivit. Sepse me kolektivin i kemi nda gjitha të mirët dhe të këqia. Kemi pas ma shumë të mirët se sa të këqia. Por kemi qenë një familje, me të vërtet një familje shëndosh. E familje e shëndosh asë ndaj qëtë rrugë, hapë rrugë. Unë e tash ma i spari në zanë dhe shka ju uroj sukses. Shëndet kam qëtë që shotë gjithmonë të busqeshëm. Edhe një apë e abla ma letë qatë që e ki planifiku e arritë. Jo se nuk shini me kajt, a një pëse kajt. Kam të da hapa ato asë kur në shme kajt edhe po mje mirë. Po mje mirë se mirë. Juve kolegëve qka mi o thonë, vazhdo në atë misionin ma të qenjë, ma mirë shka e ka një arsë fa. Aja është arsimë. Mos e shtini hilën atje dune me vërmendje sepse arsimë është një shtoba që kam në thonë një shtilë shumë e fortë. Ju du gjithve, kam qëtë me ju po, edhe falendrit për keqë që të qenë. Falenderojmë për zemërsisht për fjalimin dhe për gjithë shka që ka dhënë për ne në vite. Ju falenderit për durimin tani urdhëroni me kurtejin e organizuar nga arsimtari Xhelal. Ju falenderit për dëgjimin, paqe, shëndet dhe të mira rrit. Komunikojmë